Po përdor të mjeta atëherë. Unë kam ato, me këto bën të gjë. Edhe me ato do Jo, me këto bën të gjë me këto? Edhe me ato bëhet, po tani shikoj me këto. Me që janë letra që përdoren, unë fakt e kam pas pasion që i vogël letrat, por ishim në një sistem edhe lindur një vend që ishte vështirë të gjej një pako letra dhe do të tregoj, është hera e parë që po e tregoj në kamerë. Pako e letrave të parë, unë e përdor edhe në për show në Amerikë që post-komunizmi në Shqipëri nuk kishe mundësi të kishe një pago letra edhe kështu që i kërkova Zotit një pago letra, po gjithë e dim që Zoti nuk funksionon ashtu, kështu që unë e vodha një pago dhe kërkova për falje. Po pago e parë që kam marrë ka qenë një ish portier i Kavajës që vinte te gjyshi dhe kishte te kuleta, kam qenë 7-8 vjeç. Te kuleta e bicikletës mbrapa dhe kishte një pago letra, ajo ka qenë pago e parë letrave. Dhe është pasioni im sepse kërkon aftësi, kërkon shumë punë, sidomos kur e merr letrën dhe e hedh, ajo kthehet mbrapsht, kjo është diçka që unë kam harxuar shumë kohë. Tani unë dua që të marrësh një letër dhe ta tregosh publikut. Tregoj në kamera, unë mos e shikoj. Okej. Më thuaj nëse të pëlqen letra apo jo. Më thuaj stop ku duash. Më pëlqen? Okej, është. Në rregull. Po. Më thuaj stop. Stop. Vendose letrën këtu. Tani do e marrim, do e vendosim mes letrave dhe do e përzejmë. Rëndësi ka që letra parë mos i dhe jotja. Do shikojmë letrën e parë, është kjo po apo jo? Jo. Jo. Po ta marrim pesën dhe ta vendosim këtu vetë dorën sipër. Unë do i përzi letra e do gjej me një dorë. Tani, a beson që unë ta ndroj dot letrën po apo jo? Që ke në dorë? Të që kam dorë, jo, s'pa ndroj dorë. Qa kishe pesën? Po. Unë dua që ti vetëm ta imagjinosh pak, dua që ta ndjej në mendin tënde ç'a letre kishe, vetëm mendoje, mos e Po ma e di. Ishte 8 apo jo? Po. Lutem hape letrën. 8 as papi. Si shpjegohet kjo? Tani, ndoshta njerëzit mendojnë se kemi, shiko, do e marrim letrën, do e vendosim pak a shumë mes letrave dhe ajo vjen sipër. Do e marrim me kujdes, do e vendosim prapë mes, dhe prapë vjen sipër. Do e shtysh vetë letrën mes. Në paktën shtyje letrën. Ndoshta mendon se kemi më shumë se një, kështu që nëse e firmos letrën, kjo do jetë vetëm një letër që ekziston me firmën tënde apo jo? Jo, da firmos patjetër. Edhe pastaj në eBay pas nesër. Boj nga piktura, kështu që. Në eBay pas nesër. Është vetë një letër që kemi me firmën tënde. Po. Fix. Perfekt. Tani do e marrim letrën edhe do e vendosim pak a shumë. Në mes, më thuaj stop ku duash. Stop. Shtyje vetë letrën. Po ti përzi letrën me dy duar. Si që përzin gjithë përstigjatorat, aty tani duke se kur është hilja. Unë do i përzi me një dorë, po këtu në xhep kam portofolin. Dhe duaj që ta mbash pak. Do e gjej letrën me një dorë, siç e gjeta që parë. Do e vendosim këtu. Me shumë kujdes edhe një herë, kështu. Edhe do e mbajmë. Tani letra është duket. Unë të lutem hape pak portofolin. Ka një zinxhir aty, hape pak zinxhir. No. Edhe është 8 as papi me firmën tënde apo jo? What the fuck? Brenda në zinxhir. Wow. Si shpjegohet? Po na ndjek apo? Po, patjetër. Po ç'a mendon? Ka hile. Ka hile. Por hile. Po mos kishe hile do ishe shumë problem. Kjo është për ju. Nëse më lejon të bëja diçka tjetër, do doja që ti të mendoj emrin e një personi që nuk është këtu sot. Edhe do e shkruash emrin e këtij personi dhe do e heqësh letrën. Shkruaj emrin e këtij personi në letër dhe hiqe letrën, unë mos e shikoj, do kthej kokën nga krau tjetër. Hiqe letrën edhe mbylle. Në rregull. Tani dua që të mendosh pak këtë person.
Ky person nuk ka lidhje gjaku me ju apo jo, Jo. por ka me mua. Nuk e di. Unë thash shkuash me një person që nuk është prezent, ai nuk është këtu prezent realisht sepse ishte në podcastin para kësaj apo jo. Po si ka mundësi kjo? Dhe ti mendove emrin e djalit tim Nikolas. Si ka mundësi kjo? Hajde bëjmë një tjetër. Do bëjmë një tjetër. Okej. Do bëjmë një tjetër. Këtë herë do bëjmë kështu. Unë dua që ti të mendosh një letër këtë herë. Një letër çfarë duash? Jo, do bëjmë një tjetër. Do ta bëjmë një tjetër dhe do ta bëj Doriani. Okej. Dorian. Emri. Mendoj ti një emër se ndoshta nga që kemi bërë muhabet ky më kap mua. Atë se një fare. Dorian. Po. Okej, Dorian, mendoje ti emrin e një personi dhe shkruaje këtu. Po. Urdhë. Dorian, është herë e parë që ne njihemi bashkë apo jo? Po. Nuk kemi takuar ndonjëherë bashkë. Ja. Ti ke shkruajtur emrin e një personi e ke hequr. Thuaj para kamerave që ne nuk njihemi bashkë, është herë e parë që takohemi. Jo, nuk një. Edhe zoti kryeministër mund të thotë që nuk kishte shanse që unë ta dija sepse nuk ishim rënë. Jo, s'bëhet fjalë fare. Tani, unë nuk e di, vetëm mendoje pak emrin e këtij personi. Është një person që të ke lidhje familjare jo? Ja. Jo. Do duke shumë e thjeshtë sepse mendo vetëm gërmën e parë, vetëm thuaj pak, është një gërm që ka një vizë vertikale dhe 3 viza horizontale, po apo jo? Po. Ky person ndodhet këtu me ne apo jo? Është në krah Po. majt timin apo jo? Po. Dhe është zoti kryeministër ti shkruajtë emrin Edi, po apo jo? E vërtet. Tregoje. Ç'është kjo? Tani unë kam edhe një surprizë tjetër që këtu kam një pago letra. Po atë shumë fishimin e kësaj, si e bën ti? Se ma bërë edhe, bën dot tani? Shumë fishimin e letrës. Po. Që e vendos edhe del prapë sipër, si e shoh. Jo më që unë firmosa një dhe ti më zhirsh e firmën ti dhe gjithë Po, kur e merr edhe vendos mes letrave. Po ku ti unë se si e bërë? Po, letra, po pra, letra që e merr dhe vendos mes letrave dhe ajo vjen sipër. Është po, do të thënë, shiko, do e shdym prapë mes edhe ajo prapë vjen sipër. Në qoftë se marrim e vendosim mes, kështu ajo prapë vjen sipër. Edhe në qoftë se ne e përthym letrën, okay, ajo tani duket që ka një përthyrje apo jo. Po. Edhe mjafton një snap, edhe ajo prapë Vjen sipër. vjen sipër. Tani të gjithë njerëzit mendojnë sepse edhe një herë kur e morim e vendosim mes, por i ke letrën në dorë, mendojnë se aty është manipulimi, po letra është këtu dhe ne do e marrim, do e vendosim në xhep tërë, okay? Dua që të hapësh dorën, lutem. Do vendosim letrat këtu edhe do vesh dorën tjetër sipër. Mbyll letrat. Kjo është merr kjo. Tani do e marr letrën nga xhepi në mënyrë të padukshme, afroj dorën, edhe do vi letra prap këtu. Apo pak dorë sa të marr një letër edhe është prap teta spati. Tani nga ajo që ne e bëjmë një këtë numër ti po i shtrëngon më shumë. Unë kur kam qenë me Adriano Galjanin, e di që ti je tifoz Juves, por ka ndodhur që kam bërë këtë numër Adriano Galjani dhe më ka premtuar një bilet që shkova pas derbin në San Siro. I thash di duk dot letrat nga dora jo. Ti prap tani është herë e dytë që po e provon dhe këtë herë po i shtrëngon shumë dhe nuk ka shanse që të zhduken apo jo. Po. Unë nuk e di çfarë po shtrëngon se letrat kanë ikë. O zot. Në qoftë se më lejon edhe një, edhe pastaj se s'dua t'i marr kohën edhe Jo më ftuari tjetër. Është bizedim më shkurt. Unë këtu kam një pago letra që kam bërë një parashikim. Dua që ti ta mendosh një letër këtë herë, sepse kur ti e merr letrën vendos mes letrave, unë kam aftësinë që ta gjej letrën, po në qoftë se ti e mendon një letër, bëhet pak e pamundur. E mendove një letër. Po. Okej, në këtë pago letra janë 4 rasa me fytyrë sipër. A mendove një as po apo jo? Jo. Okej, cila është letra që ti mendove? Dysh. Okej, shiko. Do t'rregoj letrat. Edhe unë siç thash kemi asin, kup. Ti thesh që është një dysh apo jo? Po. Kemi asin, spathi, dysh me çan. Dysh i kuq. Dyshi me zemër apo karo? Karo. Dyshi karo. Okej. Kemi asin spathi, asin karo.
Edhe asin maç apo jo. Po. 2 asat e kuqe dhe 2 asat e zi. Unë thash që i parashikova, do me thonë i lash me fytyrë sipër 4 letra. Letra është dyshi. Dyshi ka rrothe. Ja havim letra do jenë gjithë me fytyrë sipër, ato ishte shkruajt gjithsesi letra është dyshi apo jo. Po. Gjithë letra do jenë me fytyrë sipër përveç një letër, çfarë ishte letra jote? Dyshi ka ropë? Okej, siç i shikon, të gjitha letrat janë me fytyrë sipër, vetëm një letër është me fytyrë poshtë. Merë letra. Edhe është dyshi ka rrothe. Po, ma bërë dhe ditë, po. E zoti ma. Të bëjmë qik, të kthehemi qik në realitet bashkë, se rruj edhe në një për në fundë. Po, e kam rrojtë një. Po, Dorian, na trego pak si erdhi rruga deri tek Akademia e Arteve Marciale. Si fillim me emigrimin tim në Greqi, Sa vjeç ishe ku shkove? 15 e gjys. I Kamalit. Ti banoje në Korçë apo në Rethina? Historia ime është e gjatë, kam banuar në shumë shatra. Kam lindur në Lavdar të Korçës. Kam kaluar një pjesë të jetës në Glin të Leskovikut. Nuk e di, a e dini? Ku është gjetur ai liçeni më i madh në botë, në Euron. Aty, afër kisha liçenin. Nga aty pastaj klasën e parë kam filluar në Bulgarec të Korçës. Nga aty kam ikur përsëri në Glin të Leskovikut. Nga Glin e Leskovikut në Dvoran, nga Dvorani i Korçës, domethënë, aty ku bëhen shumë modë. Dhe në Janin pastaj. Aty kalova një pjesë të madhe të jetës time, aty u njohita me artet marciale, duke qenë se i kisha pasion. Duke parë filma, stërvitesha vetë në mënyrën time, si më thuash. Dhe më pas aty e pasion dhe për kushtim, u diplomova me brezin e zi, një dan quhen. Dhe pas kthimit në dhjetor të 2012-s në Korçë, pasi kishim blerë shtëpi aty në Korçë. Në nëntor të 2013-s më pas, duke kërkuar vende për t'i marrë me qira për të hapur Akademinë e Arteve Marciale, e kisha krijuar në mendjen time, domethënë dhe emrin dhe se me çfarë do merresha unë, por dhe më pas në nëntor të 2013-s e themelova Akademinë e Arteve Marciale. Dhe sot po bëjmë sa i bie 13 vjet mos gaboj. Akademi, kemi pasur ato sukseset tona, po tani e kemi arritur, mund të themi, atë suksesin final. Duke qenë se Akademia ka ambientin e saj. Domethënë, unë, por që flas në emrin e Akademisë. Po, si funksionon Akademia? Në kuptimin vitën sportiv, domethënë. Domethënë, si është organizuar, si e ka programin? Qartë. Ne bëjmë regjistrime aty nga mosha 4 vjeç, e lartë, domethënë. Mbiles sportisti me moshën më të madhe është 58 vjeç, i cili zotëron brezin e verdh në taekwondo, në sportin marcial taekwondo. Dhe kemi grup mosha nga më të ndryshme. Sa keni të regjistruar gjithsej? 70-80 janë ajo baza, mund të themi. Kalon numri dhe 100, por ata janë shikojnë, përshtaten, nuk përshtaten, me orare, me ditët. Dhe është gjithë ditës funksionon me grupe, no? Me grupe, por gjithmonë mbas dite, nga ora 3 dhe... Edhe përzihen moshat aty bashkë? Jo. Kjo më ka dhënë, mendoj, atë popularitetin, po them, sepse i ndaj gjithmonë me mosha, me grup mosha. Dhe çdo grup mosh ka atë orarin e vet, ditën e vet. Po mirë, këta që vinë atje, vinë për të bërë sportistë që kompeticionesh apo vinë dhe për shef? Atëherë, ka prindër që vinë me atë ëndrrën e tyre, po që nuk e realizuan dot vetë, duan ta realizojnë tek fëmijët e tyre,
dhe që i njohin artet luftarake, po themi Si artet puna e tij. Edhe duan, thon profe, as të rrit mirë, do të marr pjesë në kampionate, të gjitha ato se na ndjekin në rrjetet sociale. Edhe vin me këtë ide, domethënë për të bërë fëmijët e tyre kampion. Të tjerët i sjellin pasaj për vendmbrojtje. Të tjerët i sjellin për të marrë me një aktivitet fizik, të tjerët duan të humbasin nga pesha, se janë fëmijë buçko. Edhe humbasin nga pesha? Humbasin, sepse vetvetiu është një sport ritmik, që kështu çoç sigurisht i ndihmon dhe rritja e tyre, rritja e moshës, si mund të thuash. Këto. Po jeni bashkë me bashkëshorten në këtë. Si fillim unë e kam nisur vet. Po mirë, dakord, Pa. se mos e merr meritën tani, ka dhe jo meritën e vet. Patjetër. Pra. Patjetër që po. Patjetër që po. Po ti pas ke rilindur momentin kur ka marrë dhurën qeveri, se në fund të 2013-s, ëh? Në fakt, Kështu i bie. ashtu i bie. Por unë nuk jam partijake. Jo, po s'ka lidhje me mustashën, unë nuk tash partijak. Dhe në fakt unë nuk e besoja që do isha sot këtu, Po kur shef, shkruajta emailin se thash, ama këtu marrin ata të partive. Ja, shikon sa paragjykues që je. Isha pasaj, Ja, për faktin, ku partish? gen shqiptari kam dhe unë. Unë s'të thash ke rilindur me partinë time, thash ke rilindur Po. ke rilindur Kuptova. kemi ardhur ne në qeveri. Kur erdhe t'ju, po. Po, E hapa unë. Po, edhe ndërkohë tani, po ajo ka ardhur duke u rritur, besoj. Në fill, si e ke tani besoj që ti i vë kufi se nuk e fut dot gjithë aty apo. Ke kërkesa më shumë se ç'mund të përballosh. Që kur hapa domethënë ambientin tim, si mund të thuash, duke qenë se është një sallë më e madhe, i plotson kushtet, dhe me gjitha e kam timen, aty erdhi një bum. Kur ndodhi kjo? Bum sportistësh, në 2 shtator. Në 2 shtator e bëm atë si inaugurim. Të 2013-s. Jo. Po flasim në viti që kaloi. A shoh që e zhvilluar prapë. Në 2000 Qelloi dhe i koincidencë e bukur, Si dhe janë unë jam i partijak, kënaqur që tha ai, domethënë u përgjigj ai parë, se dhe unë në Amerikë në vitin 2013 kam ikë, dhe kështu që kjo është një Ti ke lindur në Amerikë. Po ti pse ike apo ti ike se erdhën komunistët në pushtet? Jo, më unë kam ikë që 13 vjeç nga Shqipëria. Tu e qartë këtë pjesën, pra që nuk e hik prej ardhjes tonë në qeveri, ke hik për para. Unë kam ikë 13 vjeç me Aniel Blora që në 91-shin. Pra. Edhe nga Italia kam ikë në Amerikë, këtu në lotarinë amerikane. Po pse se edhe këtu kur erdhëm në qeveri po ikën në Amerikë? Apo the sa më larg komunistave? Tani, domethënë është unë shikoj që ka disa gjëra që po ndryshojnë në Shqipëri dhe shpresoj që arti i magjisë dhe se kemi edhe një popull pak vështirë për këtë lloj arti, sepse besojnë akoma te këto magjia zezë, këtë gjëra. Unë adhuroj punën time dhe e bëj për të kënaqur publikun, për të kënaqur edhe vetë. Edhe po shikoj, unë kam qelluar në një eveniment në Amerikë, mos e bëj. Me një numër miq, ishte si eveniment familjar, po themi, kështu edhe unë i ftuar. Dhe tu kishte ftuar një person që bënte këto, po ai disa nga këto gjëra i bënte dhe ai. po, Por një gjë që ishte që ti se di këtë, nuk më hamene se do kisha bërë. Ai mori dhe shtrëmbroi lekun. Shkoj çike Monedën. tepër asaj. E mori monedën, E vendos në dorë dhe e shtrëngoi. e mori monedën dhe e ktheu. Dhe një monedë që s'ishte e vetja, e mori tha, kush ka i monedë, bam, e ktheu. Dhe lugën. Po, unë aty shkoj, domethënë monedha është një numër që e kam përdor më herët, domethënë, por kurse ajo me lugën është një hap më lart, sepse luga pastaj
përdridhet edhe e merr në dorë e shikon edhe arrin pastaj edhe duke shikuar të kputet. Uri Geller ka nisur këto i pari, është një iluzionist gjerman që filloi me këto bëj arte marciale sot dushti. E përkthyen dot lugën ata të tut. Thyen edhe gjëra më të forta. Jo ta thyen, ta përkthy, ta kthej lugën kështu. Po mirë është metale. Tani unë nuk luga, më nuk kthej luga. Unë nuk premtoj që mund të përthyej monedhën, po mund ta nxjerr një monedhë nga hiçi për shembull sikur të hapësh dorën. Edhe imagjino sikur ke një monedhë në dorë, ta marrim e ta hedhim në dorë. Ajo është e padukshme dhe është pjesa më e thjeshtë me zhduk, kurse pjesa më e vështirë është që ti ta kthesh mbrapsht. Edhe nëse ndjek këtë monedhë, ti do humbësh dytën ose të tretën, 3 monedha nga hiçi. Merr të parën e vendos në dorë dhe pastaj zhduk të parën, zhduk dytën, dhe pastaj zhduk edhe të tretën. Jo? Njerëzit i pëlqejnë lekët e mëdha. Do marr këtë edhe do e hedh nga kjo dorë te dora tjetër dhe bëhet një monedhë. E s'ke gjë në dorë? Jo, s'kam gjë. Kam xhep. Edhe kjo është po kësaj çai bën Dani? $1. Këtë e fusim xhep edhe kemi edhe një tjetër. Edhe kjo është për ju. Po jo sot. Mi tani atë pasur një fillim. Ajo ishte më e thjeshtë. Po kjo nuk e di domethënë. Janë disa gjëra, unë isha i përgatitur domethënë me bën një numër me letra, gjërat janë pak limituar për arsye të vendosjes apo. Po për sa i përket mentalizmit, domethënë besoj se bësh ato mentale apo. Ë? Ka dhe numra të tjerë nëse ti mund të kesh një telefon. Nëse ke mundësinë ta kesh një telefon. Telefonin s'ta hapun se. Jo, nuk e prek telefonin tënd, por vetëm për të shkojë në të bëjmë diçka të bukur, por nuk ka rëndësi. Po ti e ke telefonin, me telefonin tat. Jo, po duhen 2 telefona për. Duhen 2 telefona? Po. Po na jepni telefon. Okej, do futesh në Google. How many articles are on Wikipedia? How many articles? Janë në Wikipedia. How many articles are on Wikipedia? Në Wikipedia janë are on Wikipedia. Okej, shtyp search. Edhe do të tregoj një website, aty janë miliona artikuj. Over 66 billion. Okej, ta shikoj pak. Hape këtë, do të tregoj domethënë sa janë. 7.122.410. Okej, nëse ne përdorim makinën llogaritëse, 7 122, po. 410. 410. Po. Okej. Shumëzim, çdo artikull përmban sa fjalë? Ku ta gjejmë këtu? E ka këtu? E thot. Po, approximately 1917 fjalë. 1917. Shumëzim për 1 7 barës bëhen 13 miliardë gjysmë fjalë në Wikipedia. Tani nëse ti e bën visit Wikipedia, shtype, do mendosh një fjalë çfarë të duash, edhe vetëm unë nuk do e shikoj, shkruaje fjalën aty dhe bëj search, unë nuk do e shikoj. Një fjalë çfarë të duash ti, shkruaje, mund të jetë çfarë do lloj fjale. Vetëm shkruaje dhe bëj search. E shkruaje? Bëj search edhe ajo fjalë ka shanse që të jetë në Wikipedia. 13 bilion fjalë, domethënë fjala jote mund të jetë aty. Po, doli. Tani ti ke të një kjo fjalë ti e shkruajte, po tani faqja që dha ajo ka mira fjalë apo jo? Po, ka. Nëse e scroll, ke mundësi ta memorizosh një nga ato fjalë, po të jetë fjalë gjatë, domethënë që ti rakon më vështirë. Aty te faqja, je një faqe po një fjalë tjetër. Po, domethënë mendoje një fjalë tjetër te faqja, po të jetë gjatë, e kupton, të jetë të paktën 90, 11, 12 gërma që të jetë fjala më e vështirë, që të jetë akoma më e vështirë për mua. Mund të jetë edhe në gjuhë huaj, nuk ka problem. Mund të jetë edhe anglisht. Ja do shohim. Një fjalë gjatë me 10, 12 gërma që po ja e gjeta, po çfarë bëj kësaj? E mban mend? Po. Të dyja fjalët, edhe atë që shkruajtë edhe atë që zgjodhe. Ajo fjalë që zgjodhe e dyta është anglisht? Po. Okej. Mbyllë telefonin dhe le aty, unë nuk do e prek telefonin. Po. Jemi dakord që ti ke shkruar një fjalë dhe ke menduar një fjalë. Fjalën e parë e shkruaj, unë se kam prek telefonin, ti e shkruajtë edhe fjalën e dytë ti vetëm e mendove, nuk ka shanse me mira fjalë ty, s'ka shanse për mua. Jo mendova, e shënova. Okej, dakord.
Mendo pak vetëm gërmën e fjalës dytë, gërmën e parë. Mendoj në gërm shtypi. Është një gërm me drejtë apo me kthesa? Me kthes. Si rëja për shembull? Rëja. Tani ti më thesh parë nëse mund të përdor edhe një nga këto fletët apo jo? Po. Okej. Nëse më jep mundsinë, unë duhet mendosh pak fjalën e parë tani, vetëm mendo fjalën e parë dhe thuaj vetëm mend. Jo, mos e shiko, fjalën që ke shkruar, e mba mend? Po precisament. Edhe fjalën e dytë e mba mend. Po. Okej. Fjala e parë që ti shkruajte, unë dua që ti ta mendosh. Edhe ti ktheve reston back, besoj këtij personi. Sa i shkruajte emrin tënd, ti nuk shkruajte emrin e tij. No. Po ti shkruajte preardhjen e tij, se ti shkruajte. Çfarë shkruajte? Çfarë ishte fjala e parë thuaje? Mos unë nuk e shikoj. Vetëm thuaje. Korçar. Tani fjala e dytë nuk ka shanse që unë ta di, sepse ti vetëm e mendove të gjitha ato faqe, të ke faqja ti mund zgjidhe çfarë fjalë doja. E supozojmë se ti të shkoje do fusje me një dyqan dhe do bleje një palë këpucë. Edhe do të thonë, mirë dita, si jeni, si mund të ndihmoj. Ti thu, jo, thjesht kam ardhur për të parë, duhet marr një palë këpucë dhe ta thonë si e gjete, do më thonë si e gjete dyqanin tonë, edhe ti thu një shoku im, një sekondë. Çfarë ishte fjala e dytë, zotë Kryeministër? Recommended. Oh. Kjo nga herë nuk funksionon. Por sot funksionon. Kjo është mentale tani. Po normalisht. S'ke çfarë hilesh bosh. Po unë s'ka shanse se di se ç'a do shkruaj. Korçar dhe recommended këtu. Apo. Nuk di ç'a të them. Unë shpresoj mos mërzitet se ke është dhe i stërvitur kurse ne jemi se për shaka. Jo, pse do mërzitet. No, shaka. Tani un kam pyetjen time të ja bëj përgjithsisht gjithëve. Po. Okej. Sa vjeç je ti? Unë jam 48. Sa i ri është. 48. Ke ti inshallah pa që dhe 100 tjera, po edhe një 40 tjera i ke. Çfarë do bësh tash pastaj? Çfarë ka next kjo? Apo do rrosorollatesh 40 vjet me këtë letër? No. Unë jam ku shkon kjo next? Unë jam gjithmonë updated po, me numrat e mia. Çfarë ëndra shef ti tani? Ëndra është që unë të kem një show si duhet me djalin bashk. Edhe kur të vi momenti tjetë vetëm ai, sepse jo, dakor, të kesh një show si duhet, po show si duhet mund ta bësh edhe tani ti. Po e bëjmë, po tjetë bashk, sepse ne jemi duke ndërtuar bashk. Kemi një tur në Florida tani nga data 29 deri në datë 10 në teatrot ndryshme në qytete ndryshme të Floridës. Edhe ëndra është Las Vegasi, edhe pse jo edhe në Shqipëri, domethënë, do ishte shumë kënaqësi e madhe që të performonim bashkë me djalin edhe. Dakor, po kur thash ëndra, okay, ky është vendi ku do ta shfaqësh ëndrën, po ku shkon kjo? Më tutje. Mentalizmi edhe iluzionizmi ku shkon? Për mua është thjesht unë kam përdorur disa këtu i thon big illusions, domethënë që e fut njeriu në zhduke dhe njëra tjetra, por Las Vegas do ishte perfekt, domethënë për të realizuar këto iluzione më të mëdha që të zhdukesh një makinë ose ta bësh ti jetë bosh edhe të dalë makina, këto janë ëndra domethënë që domethënë i ke në projekcionin e të ardhmës. Po. Dorian, po ti çfarë ëndre ke, por ku do ta çosh këtë punë, apo e ke arritur maksimumin e tani thjesht do bësh administrimin e maksimumit? Tani unë do ta çoj më tej sepse prefektura e Korçës, si të thua, është vetëm një ekip është. Në sportin, po themi marcial taekwondo. Dhe dua që ta hap, bile s'kam përgatitur, 3 sportistë e mi, të cilët kanë moshën 16 dhe 17 vjeçar, të cilët dua t'i granoj domethënë në rrethet e qytetit tonë, domethënë siç është Bilishti, Maliqi,
rrethinat, sepse Majliqin mos na quaj rrethin, se Majliqin e kemi bashki, Bilishin e kemi bashki, Devollin do më na quaj këto. Po, mos i trajto kështu si prefektura e Korçës. Qarku. Kjo është ajo si po Gradeci ka një shans të ketë një Vërtet? Po Gradeci ka një shans apo po Gradecin e keni kështu si të Po Gradeci në fakt është një kolegu im, të cilin e njoh, por ai bën një disiplinë tjetër, kung fu. Kung fu. Do nuk ka taekwondo. Se kung fuja ka teknika të ndryshme, por vjen nga populli Kinës, po themi. Kurse taekwondoja është themeluar në 55-ën në Kore, si mund të them, nga një korean. Karate ja pastaj vjen nga Japonia, siç e dim. Kështu nuk ka ndonjë lidhje. Ti nuk I bën këto karaten kung fu? Në fakt në Janin kam bërë për një kohë kung fu, disiplina Chonok Pai quhet, por e shikoj aty që nuk ishte dy luftime. Dy luftime reale, po themi, kishte vetëm forma, spektakël. Dhe unë desha diçka më të fortë dhe futa në taekwondo. Aty pastaj vazhdova dhe nuk hoqa dorë. Pastaj kur erdha në Shqipëri, hapa ekipin në 2014. Po taekwondoja ka dhe federatë, Po, por nuk është olimpike. Kjo taekwondoja që për nesë janë kemi federatën, por nuk ka marrë atë vëmendjen e dur, siç nuk kanë marrë gjitha sportet jo olimpike. Me sa di unë, domethënë. Po konkretisht flas për pse janë dy lloje, pse unë taekwondo në olimpiadë kam parë apo jo? Po, por ai është quhet taekwondo world ose taekwondoja olimpike, po themi. Është Tjetër. Ne kemi këtë origjinalen. Bion, tamam. Kështu nuk kemi në lojrat olimpike sepse ne përdorim dhe grushtat. Okej, nga duart e grushtat, kjo ishte tryeza e sotme me dy tipa të jashtëzakonshëm, po I quaj unë secili në llojin e vet. Pasion, ëndra edhe shumë punë. Se vërtet këtu duhen pak sekonda për t'i mqef letrat, por për të arritur t'i mqefsh për pak sekonda, kush e di se sa punë e jashtëzakonshme dhe këmbgulse duhet.